Universiteti Femi Agani rrezikon me u mbyll, në pushtet është zonja Arbrije Nagovci edhe zoti Ardian Gola. Në mbikëqyrjen e kësaj qeverie, Universiteti Femi Agani e ka psu kolapsin më të madh që prej fillimit të vet. Ato janë në proces të rivlerësimit në nivel tjetër të ekspertizës. Mirë, kush i emnon organet udhëheqëse të universitetit? Unë e di që është i pavarur. Ju bre emnoni, moni kështu, mos thuni kështu. Edhe me arsim kemi probleme jashtëzakonisht të mëdha. Duke filluar me politikat kadrovike, bile tash po shohim edhe disa profesorë se si i bëjnë argat ose ofrohen si shërbyes politik në fushata me komentet më banale të mundshme e më triviale, dhe mendoj që kjo tregon është indikatori më i mirë se në çfarë gjendje kemi rënë si arsim. Të kuptohemi, ai dhe ajo që komenton kështu në parapsirat publike duke promovuar dhunë e tjerë, nuk reprezenton edhe atë staf briljant që është, por në përgjithësi është indikatori një politike tepër të dobët kadrovike. Te çështja e universitetit duhet më u ndal pak, po ju lutem. Nuk është kompetencë e komunës, ama nëse ka dështim serioz në Gjakov, është Universiteti Fehmi Agani. Universiteti Fehmi Agani rrezikon me u mbyll në kohën kur në pushtet është zonja Arbrije Nagovci edhe zoti Ardian Gola. Nuk janë akreditu programet kryesore. Fakulteti i Edukimit është parambylljes, nëse nuk mundet me pranu hiç studenta si vjet. Kampusi ka nis 5 vjet masi që kanë marrë pushtetin edhe është të ndërtu një pjesë e vogël. Kur flasim për universitet, veç duhet me tregu që në fakultet edukimit fillori, parashkollor janë pa akreditim. Në fakultetin e mjekësisë, infermeria, fizioterapia, maminja janë pa akreditim, mos me shku matutje. Që do të thotë, në mbikëqyrjen e kësaj qeverie, Universiteti Femi Agani e ka psu kolapsin më të madh që prej fillimit të vet, me qenë se u përmend, se nuk e pata në plan mi përmend. Okej, faleminderit. Përkundazi, Universiteti i Gjakovës tashmë ka hapur edhe një program jashtëzakonisht atraktiv për inxhinieri kompjuterike, për të cilën është ftuar edhe zoti Gjini në përërim, mendoj që është një punë jashtëzakonisht e mirë, por që ky nuk ka ardhur me u bashkëngjit emocionit jashtëzakonisht madh që ka qenë në universitet dhe tek studentët. Përndryshe, shumë prej programeve të cilat ky po pretendon që kanë marrë vendim final të mos akreditohen, janë në proces të rivlerësimit nga ekspertiza tjera të nivelit të dytë të Agjencisë së Akreditimit. Por nuk mund të adresohet përgjegjësia as tek Ministria e as me pak të Komisioni për arsim që unë kam qenë si kryetar. Faleminderit, Ardian. Vetëm ripërsëritje, nuk janë akreditu fillori, parashkollori, nuk mujnë me prodhumo infermieria, fizioterapia, mamia. Nuk kemi akreditime. A kanë muri akreditu? Nashta kanë me apliku, krenë në regull. Unë nuk po e dëshiroj këtë gjë, por në mbikëqyrjen e këtyne njerëzve, Universiteti Femi Agani është gati me u mbyll. Që t'jemi të qartë, është faks. Sa për të punë, universitetet kanë autonomi, ato nuk janë në menaxhimin e mashtit, është rektori. Po në gjithsesi po duhet për hir të opinionit me tregu gjendën reale që është. Ato janë në proces të rivlerësimit në nivel tjetër të ekspertizës. Mirë. Kush i emnon organet udhëheqëse të universitetit? Unë e di që është i pavarur. Ju bre emnoni, moni kështu, mos thuni kështu, Ardian. Jo, ajo është vendim kolegjial që derivon edhe nga Senati, edhe nga trupa. Po du me kthy debatin te niveli